Shqetësimi jonë është Prishtina parking. Kemi probleme parkinget e lagjës. Janë pak nacit të shumta, sipas banorëve, kanë identifiku, do me thonë që janë pajis banor nga Prishtina parking, që nuk janë banor të lagjës, janë pajis me kartela në emën të banorëve rezidencial, ku ja pamundson banorit me parku veturën për shkak që kemi njerëz që janë prej zonave të tjera këto. Për shembull, e kemi rampën e cila është nalt te Keku që e ka vendos. Punonësit e Kekut, përveç veturave zyrtare, ata edhe kanë një private e lajnë në lagje. Ndërsa banorët rezidencial të kësaj lagje nuk e kanë të drejtën të parkohen këto. Ju sigurisht paguni? Faktikisht, na jemi marrë vesh me kryetarin përparim Rama, që në mrena zonave rezidenciale mos me pas pagesa. Mirë po, me ndryshimin e rregullores se kanë pru si kriter 10 euro me u regjistru në Prishtina parking. Diçka jo e pranueshme për neve si komunitet, edhe bëhet fjalë ku po shkojnë këtu mjete financiare në lagjen tonë, Prishtina parking nuk është u investu kur gjë heq. Me përjashtimin disa pllakave që i kanë qitë, masi e kemi njoftuna që kemi me majt protesta, kemi me ngrit zërin, edhe kjo është protestë veç me i paralajmëru ata që me vepru. Përkundër komunës, na kanë jep afat dhe me datë 25 dhjetor. Nëse nuk vepron komuna, Prishtina parking, ne kemi me marrë situatën në dorë dhe kemi me rregullu parkingun në lagje. Mirë po, nuk na dul ashtu. Kemi këtu fëmijë, ka të më shumë, ka njerëz me smundje kronike, smundje të ndryshme. Edhe e pamundson kjo tollovia, kjo sfirenat e veturave, kjo zhurma. Komuna është dashur me vepru urgjentisht edhe me zgjedh problemin e mos me kanë qytetarët në hall, sepse vërtet u vështirësu situata me jetu në qëtu në qendër. Ju konsideroni që vetëm ju banorët duhet t'i leni veturat e qytetarët tjerë jo? Jo, nuk konsiderojmë ashtu, përkundrazi si komunitet jemi shumë bashkëpunues edhe me qytetarë tjerë, edhe me institucione tjera, mirë po me pru një rend edhe një rregull, për shembull, mi u caktu një pjesë banorëve, një pjesë mi u caktu njerëzve që vinë mrena. Sinqerisht ka shumë gjoba të mëdha që janë t'u bë në Prishtina parking, ju marrin njerëzve kanë 20 euro, mu më kanë ndodhë vetë, ju marrin njerëzve kanë 20 euro, as nuk i lëshon faktura, as kur gjë heq. Je gjobit. Pse je gjobit? Pse e ke parku keq. Mirë po s'po shkruan kërkun diçka që duhet mos mu parku. Kur e kemi bërë projektin e rrugës së Recep Luci, na u është premtu që ka me kon këtu në tunel hyrja, në tjetrin të sa shpita dalja. Nuk ka ndodhur ashtu. Përkundra, tash u vështirësu situata shumë, sepse edhe banorët e rrugës së Recep Luci që tash u shëndru në shesh, edhe kështu e ki këto sfirena, thuj se çdo ditë qytetarët ballafaqohen me këto tollovia, sidomos pas orës 23 kur po ja nisin. Mos me kon policia për imena duhet mi marrë çantat edhe me dalë krejt piktuj se ta pamundson me nejnë shpitane. Ndërsa tatimin prona e pagujna mas shtrejti. Komuna duhet me i bë thirrje vetvetes edhe me dalë me një sqarim për parkingun e lagjës tonë, sepse sinqerisht nuk janë t'u na trajtu në mënyra të barabarta. E kemi në rrugën Çamil Hoxha, përmes komunitetit, përmes meje që i kemi marrë takimet në stacionin qendra, atje ju ka vendos një rend dhe një rregull ku vetë banorët e menaxhojnë parkingun edhe kanë pru një rend, një rregull, e kanë një rampë aty që e vendosin. Nuk kanë njerëz që ju vinë pis jashtit, nëse ju vjen dikush e kanë bërë një kompromis me zveti edhe kanë një rend edhe një rregull, nuk kanë probleme. Ndërsa këto, si shihet, ka interesat të mëdha edhe prej institucioneve. Na dhe ashtu, kështu e kemi situatën e rëndume edhe prej niveli qendror, tash edhe niveli lokal, ç'a me bëna si qytetar? Çka pritim as këto proteste? Presim reagim të menjëherë. Bile kjo është veç një që për ndëgjani, a mund këta s'nalën kur. Na për i kësaj proteste presim reagim të shpejt nga komuna e Prishtinës, sepse për çata janë thirrur, për çata shkojnë komunë.
për çka po shkojmë punë, veç mu sjellë në për karrika, le dalin, le t'i trajtojnë kërkesat e qytetarëve dhe le t'i zgjedhin problemet e tyne. Bollë shumë jemi mundu si komunitet me pas një bashkëpunim, një mirë kuptim, do me thonë është vlen me potencu që është protesta e parë që e mbajna prej që u zgjedh kryetari Rama, kryetar në komunën e Prishtinës, është protesta e parë që e mon komuniteti Qendra. Mirë po, kjo është vish një paralajmërim, sepse në të kundërtën, si mbas banorëve, kanë me qenë të dhunshëm, kanë me dalë apet, edhe nuk kanë mund dalë. Deri sa të zgjedhëm problemin. I kemi për shembull kontinjerat katastrofë, ndriçimi publik mungojnë hapësirat gjelbruse. Asnjë kriter nuk plotësohet për me shfrytzu hapësirën publike. Unë se di ka i marrin ato leje dhe qysh po veprojnë. Që ku e keni këtu? E kanë uzurpu krejt aborrin, nuk lejohet sen. Zhurmat e kafev. Pas orës 23 kemi hala ka, do me thonë, bizneset të pa disciplinuara që vazhdojnë me i terrorizu qytetarët. Do me thonë kjo është një me madhe probleme, si pas tush? Shumë probleme të shumë ta ka kjo lagje, edhe mas problemi është, këtë problemet i mund vesh i shordhër i institucioneve, sepse nuk janë të vepru. Ashtu si që kërkohet, ashtu si që janë zotu, vota është përgjithësi, e ke marrë votën, e ke kërku besimin, e ke marrë, vazhdoj e punën. Mos i letë qytetarë në vend të sot, në ditë sotit, ishtë ashtë komuna me i këshyr, api mungën dikujna, për shembull, na i kusht elementar për jetes, jo me dalë, për shkak të paknacive që përna i sjellin, me dalë në rrugë, me protestu. Kemi problemin me çmimorën e termokosit. Unë kur nuk pedi, ka arë kjo ide me u pagu edhe gypi jashtëm, ka vjen zemja. Ka dul kë kriter. Me qenë se kom ankesat të shumë të prej banorëve, unë i kom njoftu banorë që mujna më qu, me u anku të ajë që e ka financu këtë projekt të termokosit, sepse ne e dina që është i financu. Kjo gjendje është gjithë. Këtu kena fmi, ka fmi që bin me flejt, e kanë orarin e gjumit, edhe është e pa mundshme me flejt, për shkak që mas shumë të viktimizohen fmija dhe pleq në këtë zonë. Nuk e di deri kur kjo heshtje komunale. Të tuneli e kemi një problem serios, për të kyqur për me hinë në lagjen tonë, ne do të presim ka gjysore, se bot një kolon e madhe, ku shpesh dërhyn policia, do më thonë është një kaos i vërtet i regullimit të parkinqeve këto. Do më thonë, këtu do të mu bo një rampë që me pas banor të hyres, që shë potenca edhe kryetarja, të regulot një ere për gjithmonë, mos të përjetojmë që une si banor do të pres gjysore të tuneli për me mujtë po kyq, ku është një drejtimshe këtë tunel dhe bot një kaos. Shpesh do të me arë policia Kosovës me intervenu për me mu kyq. Në ndë, mendoj që është të rishikojnë të gjitha lejet, kush për kryetarit kërkoj për pari vratë, të rishikojnë të gjitha lejet si janë dhënë dhe kush i ka marrë këtu lejet. Në basë sillave kritere, o bo banor rezident e ka marrë lejet. Edhe shumë të tjera probleme që i ceki na i përkrajnë si banor kryetarit, edhe shpresojnë që do të kanë mirë kuptim për komunës Prishtinës. Për parkingu jemi mbledh këtu për shkak se si në as pak të knoqën, bo të lovijim gjithmonë kemi problem të zakonisht të kjo tunel si thojmi, aty blokohen, ka 2-3 orë duna me prit me ardhë deri në dyqan mund presin mështeria, zëtë në arrujt me pas edhe na i smuta se ne i blokosh, edhe shkam për shka, për këtë koti. Se në mendoni që është zgjidhja për një këtë rast? Pas zgjidhja vetme me këto parkim Prishtinën prej këtujt me largu se këtu po parkon edhe makina tjera që vi prej gjithë kapit. Edhe vim parkon këtu, edhe shumica mandina i ka rënë fije për fusin ku nuk ka gjoba edhe të blokan. I parkim Prishtinës ka që ka i bën. Vjen kishe policia e komunës, komunitetit, ata po japi diçka letra, herë vinë, herë zvinë, ma shumë zvinë,
Kështu që veç bëhet të lovi më zvet. Po në rast se nuk është përshna parkingu, prap mund të futen, apo mendojnë që do të më bëna i zgjidhje tjetër. Pa i do të mi hek parking Prishtinën edhe me bo një rampë vetëm na këto të lagjës sonë me parku, edhe s'ke me pas problem. Se me të vërtet, unë shpesh më ka ndodhë e që largo makirin se së po dalë. Tash unë e po duna me lonë punën, me lonë myshterit deri sa po largohen dy tëra tjetër në ajdi sa po vjen edhe aj tjetëri, po shkom më slom 10-15 minuta, kur këthejna në dyqan, ka shku myshteria. Kitë ato më po më kushtojnë. Edhe banorët nësoj pa ankon, gjithë nervoz, zhdryk pa i nervoz, petras policin, vjen shkërzen hodri, aji ka makinën me shen invalidit, edhe s'ka ku me lonë kerin, ajo vendi për invalid është gjithmonë në zonën, edhe që se ka shen invalid, ajo ka në zonë dikush, parking Prishtina s'lodhet, edhe kryesore aji pimer parking Prishtina, aji jetë pa u bloku, aji banon katin e gjartë diri sa po zhdryp, shpirt e din, e ti i din edhe me zhdryp o petë mirë, po kur për do të mund gjitë nalt, aji marre, as ka në lift, as kur gjo. Edhe ka probleme shëndetësore, edhe kërin s'ka ku e len, shpesh bëhet nervës, petras policin, në javë e len 100 sat, kur liron dhe një ven, unë e ta afrej. Beso mi dhe shpesh jo bëhet si këta, ma shumë përfitoj me parking, të kisha bu me pare, adhe që për milojnë 100 sat, hek makerin ti, hek makerin, hek ma zi, të kisha punu më si parking, ma nashti ma shumë pare, kisha fitu se si fotograf. Ka që tjetër s'pëdi që kam ju të regu.